Për të diskutuar gjitha zhvillimet e aktualitetit politik, kënaqësinë që sonte me mua në studio të jetë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ish deputet, por gjithashtu kandidat edhe në zgjedhjet e 11 majit në radhët e Partisë Demokratike, zoti Mystim Murrizi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Murrizi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Në fakt ne kishim programuar që të diskutonim gjatë këtyre ditëve një bisedë së bashku, po mu duk më e përshtatshme sot përderisa ju patët një vizitë edhe në ambientet e strukturës posaçme antikorrupsion. Me aq sa mund të zbuloni nëse nuk preket sekreti jetimor. Çfarë u pyetet, çfarë ndodhi sot në SPAK në dëshminë tuaj? S'është një çështje e madhe që është në interes qytetarëve dhe publikut, as për televizionin tuaj, as për atë pozicion sadopak të vogël, politika përshëqërore që përfaqëson Murrizi si një nga 700, 800 apo 1700 sa thatë ju kandidatët për deputet nga subjektet politik. Unë nuk jam nga ato që them takova kolegët dhe më thatë vizitë, zakonisht vizitat i bëj tek miq ose më vizitojnë mjekët, kur kam nevojë për vizitë. Jo, vizitë për të zbutur valin që të mos duket sikur ju keni shkuar dhe ka diçka të bëjë në raport me ju, megjithëse as nuk e dim, po them. Ka jo që s'ka të bëjë me mua, le ta dinë ata që na njekin nëpërmjet ekranit tuaj dhe që unë nuk kam asnjë lloj ndroje nëse do të kishte, sikurse në 2022 ka patur një hetim për Murrizin, 10 mujor dhe kam qenë i pranishëm media, pra nuk jam nga ato që fshihem dhe ai hetim rezultoi që kishte qenë lapsus pastaj dhe kam fituar dhe gjyqin e pafajësisë të asaj. S'ka të bëjë me Murrizin si person. Por për çfarë kam qenë do dali besoj shumë shpejt se këtu mendoj që në kolegu jot që ka apo kolege që ka akses atje për të marrë në gjatë vesh sikur po zbulon icebergun, do ta mori vesh, por pse kam qejf që ta deklaroj nga për çfarë. Edhe po ta shikoni koha ime ishte shumë e shkurtër. Duhet të ketë dikush frikë nga dëshmia juaj sot në SPAK? Gjithë ata që kanë bërë zullume duhet të kenë frikë, sepse unë siç kam bërë denoncime zyrtare, 3 raste, një ka qenë tendri uniformave, një ka qenë lopët saj Benz C-klas me sinjale ke pasqyra, një ka qenë ajo Miza Ulliri dhe tuneli i këtij, ashtu bëj edhe denoncime publike në atë. Dhe ata që kanë marrë para nga taksat e shqiptarëve dhe që e ngjojnë veten e tyre të përmendur nga goja e Murrizit, janë bindur që unë nuk sajoj për i grush votash më shumë dhe nuk bëj politik me fatkesinë e askujt. Unë nuk jam nga ata sadistët që gëzohen pse hyn ose pse rritet numri të arrestuara. Përkundazi, jam ndër të pakt edhe ish ligjvendës që kam thënë kemi kod penal bolshevik. E qartë. Masa e fundit shtrënguese është masa e arrestit. Por ne nuk kemi shkputur sepse kemi 35 vite, në 30 vite të jetin kod penal për faj të paburnisë politike të mazhorancave respektive që kanë qenë në parlament. Ju e nisët me ironi duke thënë që nuk jam nga ata që thonë takova kolegët, po sigurisht jeni edhe po themi një nga ata që keni mbështetur prokurorinë e posaçme dhe organet e reja të drejtësisë. Çfarë pat aty brenda e kurioziti? Në kuptimin e organizimit, në kuptimin e... Kthej pak si me humor. Aty mbrana pash atë që kam denoncuar publikisht dhe i kam bërë thirrje Dumani që ta hetoj. Një ashensor që do nxen 2 veta gjys dhe ca mura me karton xhers, për cilët në 2020 janar 2 muaj sap që zgjidh kryeuri i SPAK-ut, ai komunisti Kraja, është bëj tender rreth 8 milion euro për rikonstruksion, ndërkohë që vetë godinë e SPAK-ut nga BE ka bëj 6 milion euro me gjithë tokë. Pash sa ambiente që herë më duk si në aeroport me xhama me kështu me atë, edhe që muret nuk gjeta tull gjikun o besar. 8 milion euro kartanxherës duhet ishte rrethu Shqipëria 4 herë rreth për qark dhe në kufim Italinë. Kështu që këtë pash aty mbrapa.